Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa afdalu salatu wa tamu taslim ala nabina Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Falenderojm Allahun azza wa jall, salatu wa selam e dërgojmë pejgamberit Muhammed alaihi salatu wa salam. Prezenterum jemi tek emri 13 i Allahut azza wa jall, al-Warith. Al-Warith do thot gjithë trashëguesi, Allahu subhanahu wa taala. Përmendet ky emër në 3 ajete në Kur'an dhe ka ardhur në numrin shumës, ku ka bërë dua me një rast Zekeria alayhis salam, Rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warithin, o Zoti im, mos më lër vetëm, e ti je trashëgimtari më i mirë, pra mos më lër vetëm, po më furnizo me fëmijë, se ti je trashëgimtari më i mirë. Po ashtu edhe kemi në surën Al-Hijr, ku Allahu thot, në të vërtet vetëm ne i japim jetën dhe e sjellim vdekjen, dhe vetëm ne jemi trashëgimtarët. Ajeti tjetër në surën Qasas thot Allahu, sa fshatra e qytete i kemi zhdukur, sepse banorët e tyre bënin jetë të shfrenuar, pra nuk ishin të udhëzuar, kanë qenë të zhytur në harame. Ja të kja shtëpit e tyre të cilët janë banuar, pas tyre fare pak ose as pak, pra shumë pak njerëz kanë mbet ose as pak, sepse janë shkatëruar ato popuj. Jemi ne trashëgimtarët e fundit, thot Allahu subhanahu wa taala. Pra trashëgimtar do të thot ai i cili mbetet i fundit. Trashëgimin kush e merr, i marrin ata të gjallët, të cilët kanë mbetur pas atij të vdekurit. I vdekur ka shku, ata janë trashëgimtarë, apo një trashëgimtar për shembull, ai e merr pasurinë e paraardhësve të tyre. Pra Allahu azza wa jalla është trashëgimtari më i mirë dhe gjithë trashëguesi. Çdo gjë në botë ka më trashëguar Allahu, sepse është i vetmi i cili do të mbetet Allahu subhanahu wa taala gjallë. Të gjithë do të vdesin, çdo gjë do të shkatërrohet, e do të jetë vetëm Allahu subhanahu wa taala. Andaj Allahu azza wa jall pra është trashëgimtar, pra adin trashëgues i tokës dhe i atyre të cilët jetojnë në tokë. Dhe gjitha botëve është trashëguesi Allahu subhanahu wa taala. Dhe zëllërum, ky emër ka ndikim në jetën e besimtarit, kur besimtari njeh Allahun subhanahu wa taala me këtë emër, se ai është trashëguesi i çdo gjëje. Edhe njeriu si mund të lidhet me këtë emër, apo si mund të ketë ndikim ky emër në jetën e besimtarit. E para, Allahu azza wa jall, dëgjoni se çka thot. Thot Allahu subhanahu wa taala në surën Maryam, ky është xheneti që ne u japim në trashëgim robërve tanë të përkushtuar. Pra Allahu subhanahu wa taala po a trashëgon, po ja o le Allahu azza wa jall. Se po jep besimtarë për xhenetit e Allahut subhanahu wa taala. Dhe xheneti dhe çdo gjë i takon Allahut, apo jo? Në ditën e Kiametit, trashëgimia më e mirë që do të jetë, pra është xheneti dhe kjo për besimtarët. Pra mirësia e Allahut, mëshira e Allahut subhanahu wa taala dhe dhurata e Allahut azza wa jall, si trashëgimi po u le besimtarëve çka? Xhenetin. Për çka? Sepse kanë qenë robë të përkushtuar në dynja. Andaj, kush i ka trashëguar këta gjitha? Allahu subhanahu wa taala. Edhe ne e kërkojmë pra xhenetin prej Allahut subhanahu wa taala, dhe Ibrahimi alayhis salam kështu ka bërë dua. Shikoni sa dua të bukur ka bërë Ibrahimi alayhis salam. Ka thënë, dhe më bëj një nga trashëgimtarët e xhenetit të begat. Pra dua ku ka bërë Ibrahimi alayhis salam, edhe pjesa tjetër pra prej duas është që kjo. Thë më bëj pra prej trashëgimtarëve të xhenetit. Edhe a e shifni se kur e dim që Allahu është trashëgimtar, edhe e lutim Allahun me një lutje tjetër. O gjithë trashëguesi
më bëj trashëgimtar të xhenetit. Sepse lutjet që kemi thënë në fillim, preferohet të luten me emrat adekuat të lutet Allahu subhanahu wa taala. Pa për kërkon që ti të jesh trashëgimtar i xhenetit, lutë Allahun azza wa jall me këtë emër. Tjetra vëllezër dashur, mos mburja dhe fryrja me të kotën, sepse mos mashtrohemi me jetën edhe pasurinë që e kemi, pa një jetë të fuqishme nëse e ke, apo një karrierë, apo një pozitë, edhe mos haro që trashëguesi i vërtet është Allahu subhanahu wa taala. Gjitha që i kemi këtu në dunja nuk do t'i trashëgojmë. Nuk do t'i trashëgojmë me të vërtet, do të lëmë. Pa kur mendojmë, pa me mendu pak ma thellë, kam trashëgu ndonjë pasuri prej prindërve të mi, ke trashëgu, por afati është i caktuar. Dhe ajo trashëgimi që ti do ta shfrytëzosh mund të jetë shumë e shkurtër. Ndoshta disa orë. Ka raste kur prindi ka vdek, pas prindi nuk kanë shkuar atë shumë orë ka vdek edhe djali. E trashëgimtari, ha? A ka pas mundësi me shfrytëzu diçka nga trashëgimia? Asgjë. Po edhe 10 edhe 20 edhe 30 vjet maksimumi, mas prindërve. Nëse ka vdek baba pak më herët, 20-30 vjet edhe përfundon çdo gjë. Domethënë trashëgimi e dynjas e përkohshme. Andaj trashëgimtari i vërtet edhe gjithë trashëguesi është Allahu subhanahu wa taala. Po ashtu vëllezër, kjo na bën që të lidhemi me ahiretin, të lidhemi me trashëgimin e vërtet, jo me këtë të dynjas, jo me të përkohshmen, por të lidhemi me trashëgimin e vërtet, që të trashëgojmë besimtar pra xhenetin e Allahut azza wa jall nga gjithë trashëguesi nga Allahu subhanahu wa taala. Po ashtu ky emri Allahut azza wa jall na bën që të lidhemi me Allahun subhanahu wa taala dhe të mbështetemi tek ai, duke e ditë që ai është trashëguesi i vërtet dhe pasurinë dhe fëmijët dhe çdo gjë që e kemi ne në posedim, t'ja lëmë në dorë Allahut subhanahu wa taala. Allahu azza wa jall na ka mësuar po ashtu që pasuria e kësaj bote nuk mund të fitohet pa ndihmën e Allahut subhanahu wa taala, pa mbështetjen për Allahut subhanahu wa taala, pa mëshirën e Allahut azza wa jall, pa rrezikun që e dërgon Allahu subhanahu wa taala. Andaj Allahu azza wa jall na thot në Kur'an: shpenzonin nga ato që ai ju ka lënë trashëgim. Pra këtë rizq që e ke, shpenzoj aty ku është Allahu azza wa jall i kënaqur, që ai ty ta ka lënë pra trashëgim. Pra këtë pasuri dhe këtë rizq që e kemi trashëgim prej Allahut subhanahu wa taala. Dhe po ashtu, përderisa ky trashëgim dhe kjo pasuri është prej Allahut azza wa jall, Allahu subhanahu wa taala në këtë kohë na mëson neve duke na thënë që të shpenzojmë dhe të japim nga ajo që na ka lënë në trashëgim Allahu subhanahu wa taala. Thot Allahu: atëherë, çfarë keni që nuk shpenzoni në rrugën e Allahut, ndërkohë që vetëm atij i përket trashëgimia e qiejve dhe e tokës. Përderisa ti si besimtar din që trashëgimia i takon Allahut azza wa jall, ajo trashëgimia e qiejve dhe tokës, atëherë pse po nguron me dhënë për hir të Allahut subhanahu wa taala? Pra besimtari sinqert e din që trashëgimia dhe pasuria është në dorën e Allahut azza wa jall. Dhe kjo na bën neve që të jemi edhe më bujar. Pse? Sepse ai i cili ka venda nga rrezku është Allahu subhanahu wa taala, ai i cili ka trashëguar qiejt dhe tokën. Allah na bëf për besimtarëve të cilët e besojnë Allahun azza wa jall me emrat e bukura të Allahut subhanahu wa taala.
Emri tjetër i Allahut Azza wa Jall është El-Quddus. El-Quddus do thot i shejti. Është përmendur në 2 ajete, dhe kemi në surën Al-Hashr, pra huwa Allahu al-Khaliqu al-Bari'u al-Musawwiru lahu al-asma'ul husna, dhe kemi El-Quddus është përmendur, pra në këto ajete të surës Al-Hashr është përmendur emri Allahut Azza wa Jall El-Quddus, pra i shejti. Kuptimin gjuhësor El-Quddus rrjedh nga diçka që është e kulluar e pastër. Pra dhe po ashtu Beitul Maqdis i thuhet Beitul Maqdis, pra xhamisë Aksas, Mesjidul Aksas i thuhet Beitul Maqdis, pra shtëpi e pastër. Pra Mesjidul Aksas i thuhet edhe Beitul Maqdis. Mesjidul Aksa do më thonë Beitul Maqdis, pra shtëpi e pastërt. Edhe El-Quds, qyteti El-Quds, ku gjinet pra Beitul Maqdis, do të thot pra qyteti i bereqetit. Qyteti i bereqetit. E gjitha këto do më thonë i kanë kuptime të përafërta me njëra tjetrën, edhe fjala pra El-Quddus e merr do më thonë prej bereqetit, këtë emër dhe prej pastërtisë dhe shejtërisë. Pra një qytet ku ka pas do më thonë edhe bereqetet të mëdha, andaj kanë quajtur do më thonë që një qytet, një vend do më thonë i shejt, sepse po jep bereqete, po jep fruta prej bereqetit të Allahut subhanahu wa ta'ala. Edhe ajeti Allahut Azza wa Jall, ku meleket ju kanë drejtuar Allahut subhanahu wa ta'ala në surën Al-Baqara, wa nahnu nusabbihu bihamdike wa nuqaddisu lek, dhe ne tyje të lavdërojmë, je i patmeta, të lartësojmë, edhe po ashtu të lartësojmë pra në formën më të mirë nga çdo gjë që nuk të takon ty. Pra ti e pastërt nga çdo gjë që nuk të takon ty. Nuk ka disulek. Nuk ka disu do më thotë të pastrojmë. Do më thonë të pastrojmë nga çdo përshkrim i devijuar. Melekët kështu ju kanë drejtuar Allahut Azza wa Jall. Kur Allahu ka deshur me kriju njeriun dhe ka tregu se këta njerëz çka do të veprojnë, andaj edhe melekët ju kanë drejtuar Allahu Azza wa Jall, pra o Zot, po pse bi krijon përderisa ne jemi duke të lavdëruar ty edhe pedim ata çka kanë më bë. A mund të edhe ne po të pastrojmë nga çdo të met ti i pastër, sepse je i shejt. Ata tjerë të më thonë do të përshkruajnë me gjëra do më thonë që nuk të takojnë ty. Por hikmeti Allahut Azza wa Jall, që për këtë çështje i ka krijuar edhe xhenetin edhe xhenemin, që të ketë besimtar të cilët të madhrojnë Allahun Azza wa Jall me këto emra të bukura Allahut subhanahu wa taala, e ta fitojnë xhenetin Allahut, edhe të tjerë të cilët nuk kanë besuar Allahut Azza wa Jall të ndeshkohen me zjarr të xhenemit. Pra, fjala El-Quddus është që ai është i pastërt, pra nga gjitha të metat dhe mangësit, pa të arsye dhe është i shejt. Kur themi diçka është i shejt, pra Allahu është i shejt, pra është i mangët nga çdo emet dhe nga çdo mangësi. Dhe të ndërum, ky emri Allahut subhanahu wa taala, me thënë El-Quddus, i shejti, në zemrën e besimtarit ngjall një besim dhe një respekt ndaj Allahut subhanahu wa taala, se ai është i pastërt, i patmeta, i pagabuar. Allahu subhanahu wa taala nuk gabon. Pa të arsye dhe është i shejt. Edhe ky i pagabueshmi vetëm adhurohet dhe vetëm për këtij ndihmë kërkohet dhe vetëm te ky mbështetemi. Andaj e ka një rëndësi të veçantë në zemrën e njeriut
sepse e din që Zoti i tij është i shejt. Zoti i tij është gjë më e vlefshme që ekziston. Andaj besimtari e lartëson Allahun subhanahu wa taala dhe e lavdron Allahun azza wa jall në fjalët e tij, në veprat dhe në emrat dhe cilësitë e Allahut subhanahu wa taala. Edhe këtë gjë nuk ja atribon askujt tjetër përpos krijuesit të tij, Allahut subhanahu wa taala, të shejtit el-Quddus. Kur e njeh besimtari Allahun azza wa jall me këtë emër el-Quddus, edhe i largon mendimet negative për Zotin e botëve. Sepse mendimi i keq për Allahun azza wa jall e zbe lartësimin edhe shejtërimin e Allahut subhanahu wa taala. Për atë arsye besimtari kur e njeh Allahun subhanahu wa taala me këtë emër, edhe nuk zbehet imani në zemrën e tij karshi Allahut subhanahu wa taala. Do të ketë pra mendime pozitive për Zotin e tij. Tashma kalojmë me një emër tjetër të Allahut subhanahu wa taala. E ky emri i Allahut azza wa jall është Es-Subbuh. Es-Subbuh është e përmendur në hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pra ka ardhur ku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur bënte ruku apo dhe sejdë, edhe e thoshte domethën i patmeta i shejti Subuhun Quddusun Rabbul Malaikati war Ruh. Pa Subuhun Quddusun Rabbul Malaikati war Ruh. Pra i patmeta Subuh i patmeta Al-Quddusun, pa i shejti, Zoti i engjëjve dhe i shpirtit. Zoti i engjëjve dhe i shpirtit, kush është këtu shpirti? Ha? Gjibril alayhis salam, po. Më thënë Allahu azza wa jall e ka dalluar Gjibril alayhis salam edhe me një titull tjetër, e ka quajtur edhe shpirt. E ka dalluar prej melekëve me këtë titull. Për shkak vlerës dhe rëndësisë që e ka në mesin e melekëve. Domethënë, sa i madh është Gjibrili në krahas me melekët tjerë, e Allahu azza wa jall është Zoti edhe i Gjibrilit, pra Zoti i këtij, domethënë shpirtit që ka quajtur Allahu subhanahu wa taala. Pra është një emër i Allahut azza wa jall që ka ardhur në hadith të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pra, Allahu azza wa jall çdo gjë e lavdëron gjithçka që gjendet në qiell dhe në tokë. Dhe kemi shumë ajete, yusabbihu Allahu, domethënë sabbiha lillahi ma fi samawati wa ma fi al-ard, yusabbihu Allah, domethënë kemi me që fillojnë me sabbaha ose yusabbihu, këto i kanë të bëjnë pra me folje që fillon me madhrimin e Allahut subhanahu wa taala, duke e lavdëruar Allahun azza wa jall se është i patmeta. I patmeta është Allahu subhanahu wa taala, Zoti i qiejve dhe i tokës. Pra, kur themi i patmeta, do të thotë që Allahu azza wa jall nuk ka ortak, sepse është i patmeta. Ai i cili ka tmeta ka nevojë për ndihmën e dikujt, ka nevojë për krahjen e dikujt. Por Allahu azza wa jall është i patmeta. Edhe është i plotfuqishëm, edhe është i shejt, edhe është krijues, edhe nuk ka nevojë për dikë tjetër. Njeriu e ka ndonjë tëmet, e ka ndonjë mangësi, andaj ka nevojë për krahjen e dikujt. Njeriu nuk është i gjithdijshëm, ka nevojë për ndihmën dhe asistimin e dikujt. Njeriu ka nevojë për profesionin e dikujt tjetër. E Allahu azza wa jall nuk është i tillë. Pas arsye e madhrojmë dhe e lavdërojmë Allahun azza wa jall se ai është i patmeta, Allahu subhanahu wa taala. Andaj kur themi tesbih me bo,
tesbih me bo, rjedh po ashtu për kësaj fjale. Dhe më thënë, i patmeta, qoftë Allahu subhanahu ta'ala. Kur bëjmë tesbih, këtë e thëmë, subhanallah, dhe më thënë, e lavdërojmë Allahun dhe madhrojmë këtë duke thënë, i patmeta qoftë Allahu subhanahu ta'ala. I patmeta qoftë Allahu. Pra të qyje, dhe i kam betë pra adhin të më thënë, me bëtë tesbih Allahun subhanahu ta'ala. Dhe subhanallah, kur themi po ashtu, subhan rabbil ala, po ashtu, dhe më thënë, jemi duke thënë këtë gjë. I patmeta është Allahu subhanahu wa ta'ala. Ose për shembull ka ardhur që Allahu është i pastër nga secila e keqe. Kjo do më thënë, këtë kuptim e ka. Adin? Edhe unë besoj në Allahun të pastër nga çfarë do e keqe. Kjo e ka kuptimin pra fjala e subuh. Pra emri e subuh, një prej emrave të Allahut subhanahu wa ta'ala, ku shpesh e madhrojmë Allahun azza wa jall me këtë emër dhe lartësojmë Allahun azza wa jall i patmeta. Qoftë në namaz, qoftë edhe jashtë namazit. Allahu na uzoft, Allahu na falë gabimet. Lusim Allahun azza wa jall na uzon në rrugën e drejtë, na falë gabimet. Elhamdulillahi rabbil alamin.